bëj një parashikim rreth shoqërisë që na rrethon. A është e domshme shoqëria në lidhje me ne? A kemi pengesa? A është kjo vështirësia që na del përpara për mos arritur ato rezultate që ne dëshirojmë? Atëherë fillojmë parashikimin. Shikoj që nga shoqëria kemi persona që na rrinë në kokë, si ai ushtari, militari, që duan të dinë problemet tona. Kanë kuriozitetin, mund të kemi thashë them edhe nga taresa nga shoqëria. Atëherë mblidhemi dhe bisedojmë, mblidhemi në grup, bisedojmë se ku qëndron problemi. Veprojmë si ai tregtari i fortë, që i shikon gjërat me shumë përpikmëri dhe inteligjencë dhe me vëmendje pse nga na vjen kjo gjë nga shoqëria. Dhe atje shikojmë që lajmet na vinë në vijim dhe ne arrijmë atë që dëshirojmë sepse e kuptojmë, fillojmë dhe selektojmë shoqërinë, kush është i miri për ne dhe kush është i keqi për ne. Dhe atje kemi larguar dhe gjithë pengesat dhe vazhdojmë për të ecur përpara.